Përshëndetje të dashur teleshikues, jemi sërish së bashku tek emisioni Koha për të folur. Edhe sot do diskutojmë për një temë e cila është një fenomen, mund të themi, i përhapur në rinin e sotme. Bullizmi. Bullizmi nuk mund të konsiderohet vetëm dhuna fizike, një fjalë e rëndë ose një koment në rrjetet sociale. E shohim mjaft përhapur tek të rinjt e sotëm, të cilët preken nga ky fenomen, i cili është shumë i gabuar dhe është shumë e rëndësishme që ne në emisionet e tilla, qoftë edhe nëpërmjet seancave të tjera informuese të rinj, të nxitin vetë ta frymën që ata duhet largohen nga kjo frymë e keqe dhe bullizuese tek mosbashkëpunëtarët e tyre të tjerë. Prandaj le të jetë emisioni i sotëm një frymë pozitive për të përcjell tek çdo i ri. Por si duhet të reagojmë ne kur shohim të rinjt të cilët përballen me fenomene të tilla? Për këto është shumë më tepër do të jemi me dy të ftuar, me pastor Ronin, gjithashtu dhe me Argitën, një nxënëse, një e re, me cilën do të flasim akoma dhe më shumë, sepse është shumë e rëndësishme që të dëgjojmë edhe opinionin e vet të rinjve, të cilët janë më në afër me këto situata të tilla. Përpara se të kalojmë tek pyetjet, unë doja të ndaja një histori nga Bibla. Një histori nga Bibla më kujton shumë herë këtë temë. I qali pranë pishinës së Betesedës, Gjoni 5:1-9, ai kishte 38 vjeç që priste të shërojë, por çdo herë që uji lëvizte, askush nuk e ndihmonte. Të gjithë të tjerët i kalonin përpara, e injoronin dhe ai ndihej i pavlerë. A nuk ndodh kjo edhe sot? Kur dikush është ndryshe, shoqëria shpesh e le mënjan, e përjashton dhe nuk e ndihmon. Por kur Jezusi e pa, nuk e injoroi. Nuk e trajtoi si dikë pa shpresë, por e pyeti: a dëshiron të shërohesh? Dhe me një fjalë, ai dha jo vetëm shërimin fizik, por edhe dinjitetin. Sot le të jemi një zë i cili ndihmon në ndryshimin e këtij realiteti kaq të dhimbshëm. Përshëndetje, ju falenderoj që jeni sot me mua. Le ta nisim me pyetjen e parë. A keni parë ndonjëherë dikë që po bullizoi dhe si keni reaguar në këtë situatë? Mund ta nisim me Argitën dhe pas vazhdojmë me ju, pastor. Patjetër që gjatë gjithë ditëve që ne kalojmë, bullizmi është prezent në jetën tonë. Zakonisht mundohemi të jemi indiferent ndaj tij, por gjithsesi është një temë që preket shumë në jetën tonë. Ne hasim pothuajse ditë për ditë. Po ju, pastor, a keni pasur ndonjë rast të tillë me të cilin jeni përballur? Patjetër, ka pasur shumë raste me të cilat jemi përballur. Bullizmi ka qenë i pranishëm jo vetëm sot, por ka qenë i pranishëm edhe më përpara. Nuk është i pranishëm vetëm në rrugë, është fatkeqësisht i pranishëm edhe mes krishterëve. Edhe patjetër që është një fenomen shumë i shëmtuar. Pse mendoni se të rinjt ose shpesh njerëzit, qoftë edhe të rriturshave të rinj, shtyhen që të bullizojnë? Pse i ndodh kjo gjëja? Mendoj nga që kanë mangësi. Njerëzit nga që kanë mangësinë të vetja atyre dhe normalisht e gjejnë ata tek personat e tjerë dhe kanë diçka me çfarë mund të merren. Po ti, Argita, pse mendon që bashkëmoshatarët tan mund të shtyhen të bullizojnë të tjerët? Siç e tha dhe pastori, e para që gjejnë mangësi tek vetja e tyre ose tek të tjerët, por në ditët e sotme është edhe diçka si mburje, nëse ti bullizon dikë, ndoshta mund të kesh qejf të vesh në vështirësi dikë tjetër. Po, por si do të ndihesh e ti nëse do të ishe një person që të bullizohesh nga të tjerët? Çfarë do doje që të tjerët të bënin për ty? Në fakt, deri më sot nuk ka ndodhur dhe shpresoj që mos të ndodh, por mendoj se do të mbyllesha shumë në vetvete. Dhe siç kemi dëgjuar, vetbesimi i njerëzve që janë të bullizuar ulet shumë, kanë pak kënaqësitë e vetja e tyre. Pastor, çfarë është mënyra më e duhur për të bërë në raste të tilla, qoftë kur shohim dikë që po bullizohet? Mendoj që duhet të ndryhim mirë para fare. Pjesa e parë është të reagosh ndaj një fenomeni të atill. Më pas vjen pjesa e personit që ta ngushëllosh ose t'i japësh gjithmonë vlera personit që po bullizohet. Që ti thosh që vërtet nuk je ky që ti mendon se je, por ai është personi që Perëndia mendon se është. Po, gjithashtu në Bibël thuhet, mos ke frikë sepse unë jam me ty. Si më na ndihmoi besimi për të kultivuar këtë ndjenjën për të qenë të mirë me të tjerët? Si fillim, besimi t'jep identitet. Ti e di kujt i përket, ti e di kush je, edhe e di që është një person gjithmonë me ty. Perëndia është gjithmonë me ty për këtë pjesë. Edhe normalisht kur Perëndia është me ty nuk je vetëm, apo jo. Ke dikë që të mbështet vazhdimisht gjatë gjithë kohës. Si një mbrojtje që ty të mbështjell, po. Si stre.
Si mendon ti si është më e rëndësishme, do të thënë çfarë është diçka që ne mund të bëjmë për ta krijuar mjedisin përreth të sigurt për fëmijët, qoftë e mund të flasë dhe Argita pak për pjesën, çfarë mund të bëjmë ne si të rinj, ndoshta që e shohim të bullizmin i cili është i tepruar, është një fenomen që po përhapet, çfarë mund të bëjmë për të krijuar një mjedis të sigurt? Një ndër gjërat kryesore është që të qëndrojmë afër personave që ndjehen të bullizuar, të paktën t'ju japim kurajo që të kenë vetbesim te vetja e tyre, sepse një ndër qëllimet kryesore të bullizuesve është që të bëjnë tjetrit të ndihet keq, t'i ulin vetbesimin. Dhe duke ju ndenjur pranë, duke qëndruar me ta, duke ju falur kënaqësi, mendoj se mund ta shmangim. Mund ta shmangim, patjetër që po, dhe unë uroj që gjithë ne të rinj të shmangim situata të tilla. Do doja të kalonim pak një rast më konkret që ka ndodhur së fundmi në qytetin e Korçës, një rast bullizimi ndoshta që i kaloi masat, një faqe e hapur e cila denigronte vajzat e moshave të ndryshme duke nisur që nga moshat më të vogla që 9 vjeçare. Një rast i cili u raportua, u bë një ngjarje e cila preku instanca, qoftë edhe mediat, që mund të themi për këtë pastor, çfarë është ky fenomen i cili po përhapet në një masë kaq të madhe dhe si mund të ndihmojmë ne që ta reduktojmë këtë gjë? Mendoj që çdo gjë fillon te pjesa e prindërimit në perceptimin tim. Duhet të ketë një farë kontrolli tek fëmijët ose tek adoleshentët, duket sikur janë të rritur, por nuk janë edhe aq të rritur. Edhe duhet parë pjesa se ç'a ndodh me personin ndërkohë që rrin në telefon apo në kompjuter apo ç'a bën. Sepse disa sjelljeve vjen re, duam apo s'duam ne. Mendoj që duhet filloj që aty. Më pas pjesa tjetër që vjen më mbrapa është shkolla, edhe dua t'i inkurajoj edhe personat që bullizohen të raportojnë olla, të thonë që shiko ne po na bëjnë këtë, mos të mbyllen vetvete dhe gjëja më e mirë që mund të bëjnë është të flasin gjithmonë me prindin. Prindi duhet jetë i parë që duhet i marrë vesh gjërat e duhet marrë masa. Familja është shumë e rëndësishme, po ashtu e rëndësishme është institucioni përkatëse kur fëmijët ose të rinjt kalojnë pjesën e tyre më të madhe të ditës, shkollat mbi të gjitha të marrin seanca ose mund të themi informuese, pra seanca informuese për të rinjt për të shmangur këtë ngjarje. Mendon se janë të mjaftueshme në qytetin tonë informimi që ju bëhet nxënësve të rinjve për të shmangur sjellje të tilla të gabuara? Mendoj që është një pjesë e punës. Pjesa tjetër është gjithkohës, e thash edhe që në fillim që njeriu duhet t'i japim vlera, vazhdimisht. Edhe duhet t'i japim vlera, njeriu ka një lloj identiteti të vetin, asnjëherë nuk je atë që ç'a thon të tjerët. Ti je ai që je. Edhe në krahun e besimit, paktën në krahun e asaj që unë besoj, është që ti je personi që Perëndia mendon se ti je. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se bullizmi sa vjen dhe po ndryshon me kohën. Bullizmi nga më parë ka marrë trajta dhe po ndryshon me kalimin e kohës. Shpeshherë më parë e shihnim që bullizmi ishte më i përhapur në formën verbale ose në atë lloj formë fizike, por tashmë shohim që interneti, duke qenë se është bërë një pjesë e pandare jona, i shohim shpesh komente negative ose ofendimet më të shpeshta në internet. Si mendon ti Argita për këtë çështje? A mendon se bullizmi në internet është më i rritur, më i zmadhuar, është përhapur më shumë në trajtën e internetit apo në atë verbale dhe fizike? Për mendimin tim, bullizmi nga ana e internetit është më i shtuar kohët e fundit, për një arsye se ne jemi gjatë gjithë kohës në internet dhe për një arsye se ata që bullizojnë ndjehen ndoshta edhe më të sigurt, se mendojnë nuk e din se kush unë jam, ose je japin mendimin e tyre më lirshëm në internet. Çfarë mund të bëjmë për ta ndryshuar këtë realitet? Ndoshta duke qenë të kujdesshëm ndaj përdorimit të internetit, është shumë e rëndësishme që akauntet tona të jenë private, mos lejojmë persona të cilët ne nuk i njohim të bëhen pjesë e rrjeteve të zona sociale dhe të lacenojnë dinjitetin ton. Apo jo, pastor? E vërteta është që bullizmi në internet ka pasur i boom shumë të madh dhe po të shikosh kohët e fundit është shtuar. Edhe ka shumë viktima që bien prej këtyre gjërave. Sepse atë që thash edhe pak më përpara, nuk kanë kontroll të mjaftueshëm, nuk kanë filtra të mjaftueshëm për moshën, për faqet që hapin. Në disa vende në botë, përpara se ti të hapësh një akaunt, duhet dhe karta identitetit. Edhe kjo e bën shumë më të thjesht zbulimin e personit që është duke fol apo duke bullizuar. Në Shqipëri nuk është kjo, fatkeqësisht. Do doja që ti ishte, që edhe personi që është duke bullizuar të dihet kush qëndron mbrapa ekranit, edhe çfarë është duke thënë dhe si po ndikon në pjesët e personit që është duke u bullizuar. Kështu që
Pa, diçka që do e dalonte Fiks, në mënyrë të madhe. ose do e ndalonte, ose të paktën do e minimizonte. Nuk Minimizonte, mund të themi që do ndaloj plotësisht, por nuk e dim në çfarë shkallë do vej. Ka qenë më përpara një çik kështu kjo pjesa verbal, fizik, banim në një thashë them në një gjë. Sot interneti që ty të ekspozon nga të katra anët me këto gjërat. Edhe i bie që kjo sa po vjen e poshtohet, edhe do doja që të kishte një filter më të fortë. Nuk është mos u politikës, por nuk është zgjidhje mbyllja një aplikacioni apo mbyllja një platforme. Mendoj që është zgjidhje. Vendosja e filtrave duhet të jetë patjetër prezente, domethënë, për personat që janë duke e përdorur këtë gjë. Po, dhe le të shërbej kjo për instancat përkatëse për ta marrë parasysh. Po, edhe sigurisht, të gjithë personat që bullizojnë edhe çojnë në akte ekstreme, që siç folëm pak më përpara, deri në vetvrasje apo deri në dëmtimin e vetes, mendoj që duhet merren masa, tjetri duhet mbaj përgjegjësi penale fundja fare, sepse është duke shtyr një person drejt një gremine, siç është vetvrasja apo depresioni i rënd apo izolimi e tjera. Ti asnjëherë nuk e di çfarë po i bën personit tjetër dhe deri ku mund të shkojë kjo gjë. Unë ju falenderoj shumë, por para se të largoheni do doja një mesazh për të rinjt. Të largohen kësaj rrugës së gabuar të bullizmit në çfarë do lloj forme. Mund ta nisim me Argitën. Mesazhi që unë do të jepja ishte që të qëndrojmë pranë të tjerëve, çfarëdo mangësi që ata kanë, çfarëdo gjë që ne nuk na pëlqen tek ta. Ti përkrajmë në çdo nevojë, në çdo mangësi që ata kanë. Silluni me të tjerët ashtu siç do doje të silleshin me ty. Mendoj që kjo është. Po, është shumë e qartë, e shkurtër, por me një domethënie të madhe. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot me ne për gjithë ato çka thatë dhe për mesazhet tuaja. Faleminderit. Kemi mbërritur në fund të emisionit të sotëm, trajtuam tematikën e bullizmit, një fenomen i cili është gjithmonë e më shumë në rritje. Është shumë e rëndësishme që të rinjt të njihen me frymën e duhur të sjellurit me të tjerët, dhe gjithashtu të informohen se bullizmi është gjëja më e gabuar. Le të sillen ashtu siç donin të silleshin me ta. Mirupafshim.